Përshëndetje të nderuar shikues. Sonte në prag të zgjedhjeve parlamentare të shtatësishorit, kemi në studio një mysafire që i takon dy botrave të ndryshme. Sa të ndryshme, po aq edhe të ngjashme, asaj të shëndetit dhe të politikës. Ajo është mjeke epidemiologe, që profesionin e ka mision për ta shpëtuar jetën, por njëkohësisht është një nga zërat më jetëgjatë, më të matur dhe më të fuqishëm të lëvizjes vetëvendosje. Ishtë në kryetarja e partisë, deputete në disa legjislatura dhe një zonë që së fundi u lakua edhe për postin më të lashtë shtetëror atë të presidentës së Kosovës. Në mes të etheve të fushatës dhe vetëm pak ditë para se qytetarët të drejtohen kutive të votimit, sonte zbulojmë anën njerëzore, prapa skenat politike dhe të vërtetat e saj. Me neve, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kopçako. Mirë se erdhët, doktoresh. Mirë se gjeta, Rajan, dhe fillimisht të falenderoj shumë për këtë hyrje kaq të bukur. Faleminderit. Doktoresh, ju jeni rritur në Pej, në një qytet me shumë tradita, dhe një qytet që ndoshta qytetarin e vet situata caktuar ka trajtuar që duhet. Kur kthehemi pas në kohë, cili është ai kujtimi i fëmijërisë që ju ngro ende zemrën dhe sa ka ndikuar kjo frym që ju formsoni si doktoresh, por edhe si politikane? Po, fillimisht, para se të përgjigjem për pyetje që shkon më larg në kohë, deshta të them që edhe pse thet për një farë mënyre që janë edhe të ndërlidhura, po edhe të ndryshme, profesioni i mjekës dhe profesioni i gruas në politikë. Mirë po unë mendoj duke qenë se në të dy këto profesione, si deputete, po edhe mjeke, unë është dashur të betohem. Në njërin anë është betimi i Hipokratit, pra për një ndër profesionet më humane që janë, dhe në anën tjetër betimi i deputetit. Po ashtu që është një përgjegjësi shumë e madhe. Dikush ndoshta e sheh si privilegj, por unë e shoh shumë si përgjegjësi. Andaj duke u nisur nga fakti që këto dy profesione kërkojnë betimin, mendoj që janë mjaft parafrita. Si dhe duke pas parasysh që për fund, kundër faktit që unë isha ka gjatë deputete, unë 2 herë kam kryesu komisionin për shëndetësi, punë dhe mishenje sociale, gjë që asnjëherë nuk jam larguar nga shëndetësia, nga politika shëndetësore, andaj e shoh vetëm si një vazhdimsi, por me mundësi më të mëdha që të ndryshojmë diçka edhe në shëndetësi në të mirë të qytetarit. Kjo të thotë që nuk e ke trajtuar asnjëherë profesionin. Jo, asnjëherë, ndoshta sikur tisha kliniciste, besoj që nuk do t'ju janë politik, sepse aty si klinicist është pak më vështirë që ta përkushtojmë kohën nëse do ndaj ky që janë politik kërkon po ashtu një sakrificë të madhe. Por duke qenë sa jam epidemiologe, me vite angazhuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dhe thuhet që instituti është qafa, ndërsa ministria është koka. Në farë mënyrë ta themi popullore, por vërtet instituti është një institucion ku vërtet edhe burojnë shumë strategji dhe politika shëndetësore, andaj thjesht për mua ka qenë vetëm një kalim nga një formë e veprimit në formën tjetër, por asnjëherë larg shëndetësisë. Ju jeni rritur në një familje kontribuese në aspektin abdetar, jeni rritur në një frymë ndryshe, them ashtu, sa ka ndikuar fryma familjare që ju të formsoni si një grua e fortë? Po kështu, për zdishësi, por qysh si fëmijë, dhe si gjithnjë e kam di nevojën t'i mbroj drejtat e dikujt tjetër. Që në fëmijërinë e hershme e kam kuptuar që shumë ka dhe padrejtësi në këtë botë, dhe qoftë edhe në shkollë, kur kam pa që dikush tenton me bullizu dikën tjetër, që e pengon në mësim, apo thjesht nuk don mu shoqëru me një fëmijë tjetër, unë kam ndi nevojën me ndërhyr, që të bëj pajtime, që t'i afroj, që t'i sqaroj që kjo nuk është në rregull, dhe në një mënyrë, pikërisht edukata që unë e kam marrë nga familja, ku jam rrit me këshilla që gjithmonë mundohu të bësh mirë atëherë kur t'jepet rasti, dhe mos bë asnjëherë krejt çka të vjen dorë. Pra thjesht, sido që t'jetë në çfarëdo pozite që t'jesh në jetë, mos e keq përdor pozitën, por mundohu që nga ajo pozitë të bësh mirë, t'i ndihmosh të tjerët,
Dhe një farë mënyre kjo edukata që po marrë familje dhe shumë dashuri, në një familje ku ne ishim 4 fëmijë, 3 motra dhe 1 vëlla, nga prindërit që janë marrë me dashuri të madhe dhe pa dashuri na falën neve, unë jam rrit një fëmijë që kam dëshiru që a dashuri ta ndaj edhe me të tjerët. Dhe motivi im gjatë gjithë jetës ishte vërtet mbrojtja e drejtave të njerëzit. Dhe sot e kësaj dite, kudo që jam në cilin do komision parlamentar, ka rastis që i komudhesh edhe komisione tjera të rëndësishme, qoftë si deputete apo mjeke, gjithmonë një mundu brenda mundësive të mia, brenda përgjegjësive të mia, që t'i ndihmoj të tjerët që janë në nevojë. Okej, cila ka qenë këshilla më e mirë që të kanë dhënë prindërit? Po, aq ka pas këshilla, sa që është nështë vështirë t'i veçoj, por ajo çfarë unë jam rrit me ato që duke pa prindrit e mie, sidomos baba, i cili tërë jetën e vet e ka pas mision, t'ja kthej të mirën dikujt që qoftë babes ti në të kaluar, nëse ja ka bën një të mirë, misioni i tij ka qenë që në një mënyrë apo mënyrën tjetër t'ja kthej të mirën me të mirë. Dhe po ashtu, unë mendoj që edhe nëse nuk mundemi personit të caktuar, t'ja kthejmë një veprim të mirë që ka bërë për ne, s'paku ta ndihmojnë dikon tjetër që është nevojë. Pra, këshilla më e mirë ishte që mos bë kur dallime, do me thonë nuk ka, ti duhesh ta respektosh tjetrin për veçantin që e ka. Dhe thjesht respekto ato që ki afër në të parë, andaj unë e ruaj shoqërinë nga familja e hershme. Pavarësisht që unë gjatë jetës kom kriju shumë miqësi, unë asnjëherë nuk e harroj miqtë e mi nga familja. Sot e kësaj dite unë jetoj në një mënyrë mes Pejës dhe Prishtinës. Kam shumë miq, si në Pejë, si në Prishtinë, po edhe në vende tjera të Kosovës, në Mërgat po ashtu, dhe mirë po miqësitë e vjetra asnjëherë nuk janë. Axhazia, baba jot, i cili vitin e kaluar u shpall qytetar deri, është person mjaft i drejtë për drejtë edhe kritik. Atë që mënyrë kritika. Ajo është i drejtë për drejtë, por unë në shpeshër i thoja babës mirë që unë mirë na me politikë dhe jo 2 motrat e mia, sepse unë paka shumë gjithmonë mundona që mos t'jem edhe shumë e drejtë për drejtë, ndërsa baba në dukje një njeri shumë serioze dhe autoritar, ai ka qenë shumë prind i afërt. Unë nuk mbaj mend që ta ketë ngri zërin e lërën më që t'na ka rahur, sepse në fakt ai ka qenë dhe shumë i zën me punë. Ne ma shumë e kena kalu kohën me nënën tonë, e cila kur nuk ka patë arsyeshme që t'na lej neve në shtëpisit veqet. Nëse ka shku diku dhe e ka pas mundur që t'na merr neve 4 fëmijëve, ajo ka shku. Nëse ka pa që është e pa mundur që të shkojnë me fëmijë, shumë rrallë ka vendosur që të shkojnë diku pa fëmijët e saj, dhe një farë mënyrë dashurinë në familje dhe kujdesin ndaj fëmijëve rend pare kemi trashëguar nga nëna jonë, që ka qenë një grua tepër e përkushtuar ndaj fëmijëve. Sa që besa gjatë studimeve e din shoqet e mia, sa shumë na ka ndajt me tabake nona ime, me ushqim, por kafen kish dëshirë me pi me neve, sepse shumë e ka dashur rinin. Dhe dyert e banisës time në Prishtinë, se ne vitin 1982 kemi kalu në Prishtinë, unë shkollën e mesme kom vazhdu në Prishtinë, studimet, dhe pas martesës jam kthy në Pejë, por nëna ime i hapi dyert e shtëpisë tonë për gjithë studentat, se ju e dini kanë qenë demonstratat Prishtinë, kanë qenë shumë trazira dhe dyert. Shtëpia jonë pothuajse ishte si një konvikt i dytë për shumë studentë pejan, dhe gjithë ata janë sot shumë mirënjohës, dhe fjala e parë që nëna ime, kur e ka hap derën një studenti, i ka thënë, pastroj dur dhe ullu në tre, sepse studenti gjithë një është normal, është i unë. Dhe unë, kur vdiq nona ime në të pamet, kemi ndëgju pafundësisht mirënjohje nga shoqënia jonë për rend parë nënën time, ndërsa saj përket për babën, si thash, ai ka qenë shumë i angazhuar, por kohën e lirë na ka përkushtu dhe si që i thash, me ato këshilla që për tërë jetën më kanë shërbyer vërtet në jetë. Dëshira për studiuar mjekësinë ka qenë nga qysh vogël apo ka lindur ndërkohë ndoshta gjatë shkollës mesme?
Kështu, unë që shtash duke qenë një avokuse të drejtat, një gjë që e dim, në shoqënia ime, që nga familja, unë më shumë kam qenë orientu me vërtet shkenca politike. Mirë po rrethanat në Kosovë, situata, si që dim gjithë, edhe sidomos për vajza, nuk ka qenë nevojitshme që të orientohem asu kohën politik dhe mjekësia ka qenë një kompromis. Isha nxënëse e shkëlqyshme, udhëzolla në gjimnazin e pjesën që jam më e mirë, e vërtetova suksesin edhe në Prishtinë dhe realisht nxënësit më të mirë shkonin ndisim mjekësi, në elektroteknikët, arkitekturë. Mirë po unë doja shumë psikologjinë, apo në atë kohë mendova atë për regjistroj mjekësinë dhe po specializoj për psikiatër, sepse ishte diçka që më flente, që kisha nevojë, po ashtu ma shumë me bashkëbisedu me të tjerë dhe ku mendu që më i ndihmo. Por, normal, andej rrethanat të shumë, nuk e zgjodha psikiatrinë, por një profesion tjetër, gjë që jam shumë e lumtur që rrethanat erdhën qenë sot jam një epidemiolog. Jeni e certifikuar edhe për stresin, nëse nuk ka bëj, një certifikat që ju ka mbetur në sirtoa, po pak i keni aplikuar. Po, sepse kjo dëshira që unë ta specializojmë psikiatri dhe e cila nuk u realizua sepse ishin kufizuar me pozitat, dhe unë atëre mjek pa kufi në pej organizu një konkurs për një trajnim një vjeçar për trajtimin e stresit post-traumatik. Konkurum disa mjek, në pranum 4, ishim 2 vajza dhe 2 gra dhe 2 bura, fatkeqësisht 2 mjek të cilët u trajnun me mu, sot nuk janë në jetë. Është doktor Mustaf Shala, për cilin kam pas shumë respekt, ai ka qenë edhe gjatë luftës aktiv si mjek, i cili vdiq nga smundja, ndërsa doktor Shevqet Ibraj, po ashtu një mjek i respektum, aksidentalisht në rrugove, që atë një piknik ku duket ka ndru jetë në një aksident, dhe në një mënyrë 4 për neve dhe një doktoreshe cila është mjeke familjare dhe unë një farë mënyrë nuk e ushtruan këtë profesion, këtë trajnim një vjeçari cili ka qenë mjaft i vështirë, me supervajzera, ata kanë qenë psikolog nga Anglia dhe Franca, por një trajnim që shumë kanë ndihmuar në jetë, sepse unë mandej kur e mora epidemiologjinë, ishte parapame që ne të punojmë 4 orë me stres, me ata që vuajnë nga pasojat e luftës, rënë par nga trauma, mirë po mandej kur e mora epidemiologjinë, nuk u ndërlidh shumë, dhe mirë po njët e kom praktikuar me njerëz që kanë pas probleme, shpeshere, do me thonë jo profesionalisht, po me miq, me ata që kanë pas do një nevojë për këshilla, e kom praktikuar të shoqënia jeme, familja, që t'ju ndihmojnë në tejkalimin e disa situatave që secili i kena të vështira në jetë. Pikërisht, epidemiologjia nuk është specializim i lehtë. Mendoj shpeshherë që akoma çështja e vaksinimit dhe çështje tjera që lidhen me këtë profesion akoma mbeten tabu, akoma ka mendime, po them, shumë konfuze tek njerëzit. Ju në aspektin e vaksinimit e di që keni shku shtëpi për shtëpi, fshat për fshat, dhe nuk keni lënë gur pa lëvizur që vaksinoni fëmijët dhe mos vije deri tek mjekëve që hapja me një. Me njerë pas luftës, ju e dini që ka qenë situata dhe ne detyra e parë ka qenë të vaksinojnë fëmijët. Edhe pse edhe para luftës janë vaksinu, po mungojshin kartonat e vaksinimit, nuk ishte sepse kur nuk e ki dëshminë, fëmija duhet vaksinohet. Dhe ndërmerreshin fushata, 5 herë në vit, 3 mjek me ekipe shkonin në gjitha fshatrat e rrethinës Pejës dhe vaksinonin fëmijët në Mejtepe, në xhamia, në oboret, shtëpive, djegura, do me thonë, po ka qenë një këpritje jashtëzakonshme dhe një përgjigje masive e gjithë fshatarëve, cilin do fshat që kena shku kemi qenë shumë të mirëpritur, ata kanë qenë shumë të njoftuar me rëndësinë e vaksinimit dhe duke qenë se edhe kanë pas traditë vaksinimit, si thash, nëse diçka ka funksionuar dhe para luftës, fëmijët janë vaksinuar dhe thjesht ne nuk kemi pas shumë problem me bind, ata vinin në mënyrë të organizuar dhe unë mbaj në mend kom kujtime tepër të bukura me një ekip me 2 atëherë infermiere kosovare Xhevukaj dhe Lule Laj që ishin në ekipin tim dhe ato duke më përcjell punën time
unë e kisha shumë durim, ta quaj me çdo prind e këshilloja nënën se si duhet veproj, nëse kënja ka temperaturë, nëse i dhem dora, dhe ato habiteshin me durimin doktorish, po si ki kështu kaq shumë durim, se vishin ndashta 50 persona në një dhomë me fëmijë të vegjël, po si mos kisha kur edhe unë e kisha fëmijën e vogël, kur e kuptoja se cilën nën për brengën e saj, dhe ato më anë vonë kanë thonë që ti na kjep kulturën e punës, se si duhet me, sepse kem pas përvojat këshia nga punëtor shëndetësor para luftës, do me thonë janë si dhe keq, dhe thjesht unë çka kom dashur është që një mjek në rend parë ta ketë etikën, punë, edukatën, mirësjelljen, se nuk thuhet ka të popull që mjeku ma shumë shëron me fjalë edhe se me vazhda. Andaj unë gjithnjë i kom apelu mjek të ri, të cilët kom pas rasti takoj shumë, prej tyre duke qenë se i nënshkruaja librezat e tyre pjesën e praktikës në epidemiologji, dhe po e ripërsëris që i kam këshillu që ta ruajnë modestin, sepse njeriu kur ka zor vjen te mjeku, jo shumë nga dëshira. Po shoh me shumë entuziazëm, me shumë emocion, me shumë dashuri po fol për mjekësinë, për shëndetësinë. Momentin kur u futet në politikë, a pat këtë si mundësi ndoshta për ta shëruar një shoqëri? Thjesht e kom pa si një mundësi që zëri im të dëgjohet për te mureve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe i Gampe ku punoja si mjeke. Edhe pse unë atë sukur mbuloja një teren të madh si mjeke, na dy epidemiologë, aty është dhe doktoresha Shqipe Krasniqi, mbulojmë 5 komuna, Pejk, Lin, Istog, Junik dhe Qen, një territor shumë gjerë. Gjë që unë i kam vizitu pafundësisht pacienta qytetar, ma shumë të them, në gjitha fshatrat e këtyre komunave, sepse edhe s'mundjet në gjithë se më shumë lidheshin me varfri. Andaj ne shumë herën e kemi rastis të shkojmë në zonat larta, dhe dashuria për të vërtet, unë i shisha problemet edhe socioekonomike, se aty përveç që ishtë gjendja e shëndetësore apo në parandalim të epidemive, shisha edhe varfrin, gjendjen ekonomike qytetarëve, dhe e kom kuptu që nuk mjafton që vetëm si mjeke që ndihmoj. Kam ndi nevojë që t'i rikthejmë asaj që thash në fillim që unë edhe ashtu kam dashur shumë ma herët kyçe në politikë, dhe janë një moment kur unë vendosa mu dha rasti dhe shfrytëzova, sepse e thash zëri im shkon më larg. Kur më lartë, nëse shkoj diku kyç në politikë, sepse si mjeke i kisha shumë të limituar me mundësit. Absolutisht. Që që ka prit shoqëria, familja, i kuadrimin të në politikë? Shoqëria, familja më ka njoft ma herët, edhe pse unë disa vite kam qenë shumë e jeshtur këtë drejtim, sepse u martova, i kisha 2 fëmijë të vegjël, isha e përkushtuar shumë ndaj familjes dhe ishin prioritet dhe mbesin për mua. Dhe sot fëmijët e mi janë ta prioriteti jetësor i imi. Mirë po, ata as pak nuk janë habit, sepse nga fakti që unë gjatë gjithë jetës kam qenë interesuar për rrjedha politike dhe isha njohse, i kam përcjellur asnjëherë nuk jam largu, po unë thjesht e kam vëzhguar nga largësia. Dhe kyçja ime ka qenë tepër natyrale, saqë askush nuk është habit, sidomos po them rrjeti im shoqëror, as familja, sepse baba e kishte gjithmonë problem të më largon mu nga ajo që unë vetëm kërkoja konsultime nga ai, dhe edhe pse i kemi 2 jurista, i kemi pas vllau është jurist dhe motra e ndjer, Vjollca, cila ishte një juriste zonja, motra tjetër mjeke, por unë e vetmja isha interesuar për rrjedhat e politikë. Dhe baba im e ka kuptuar që kot dikur më ka largu nga kjo rrugë, që ka kurer momenti pata për krahje, por mos të harroj dhe mos të mbezbash personit kryesor, që është bashkëshorti im, tash i ndjer 10 vite, që e pata si për krahjen më të madhe, shtysen, ai edhe nuk më ka leju kur unë ndonjë moment e kam mendu që nuk moj matutje, që është shumë e vështirë, ai nuk më ka leju, edhe më ka përkrah deri në frymën e fundit. Andaj unë mundona që s'paku fëmijët tanë, amaneti ti, ta qojnë deri në fund, ata anë dëshirën e ti që ata ta përfundojnë shkollimin, t'jenë qytetarë të ndershëm vendit tonë. Si një grua zonja, si një grua këmbgulse, momentin që ke hyrë në politikë,
kom po që asnjëherë nuk je tërhequr mbrapa. So ka ndikuar humbja e bashkëshortit që të vazhdosh të arritësh familjen, të shkollosh fëmijët, në anën tjetër të përballësh me politikën, po thëmë me bryllat, një farforme që ekzistojnë politikë, po edhe me komentet e njerëzve që asnjëherë nuk mund të jesh e mirë për i gjithë. Mandati im i parë si deputete ka qenë 2004-2007, pastaj 10 vite unë nuk kam qenë deputete. Do me thonë për 10 vite kemi jetu një jetë ma normale, si që tash me familje, si mjeke. Pas 10 viteve, kur vendosa më kyç politik, më rikyç aktivisht edhe unë kisha përkrajen më të madhe nga bashkëshorti, si që tash, mirë po ai nuk arriti me mpa duke u rikthyer në Kuvend Kosovës. A i vdiq para se unë ta marrë mandatin tim të dytë, në vitin 2017. Dhe këtë e kam një peng tepër të madh. A kujtohen fjalët e fundit, apo fjalët në periudhë kur ai veç ishte në ato ditë më të vështira? Sinqerisht, ai ka qenë aq i fortë, saqë edhe pse ra shumë në aspektin shëndetësor, kur nuk o dorësu. Ai kur është shtre, ai ka vdek. Ai deri momentet e fundit, ai ka qenë aq stoik edhe kishte një besim që ne do ta kalojmë këtë situatë dhe unë isha ajo që ja jepsha atë optimizëm, po do ta kalojmë, po do thjesht edhe në një mënyrë kur ai usmu shumë, ishin 2-3 javë të fundit kur ai faktikisht usmu, do me thonë kaloj edhe në gjendje kulme dhe vdiq. Mirë po fjalët e tij e din gjithë që kanë qenë afër, sa ka qenë ai i kujdesshëm për mua. Edhe a di me çka më ka mbyt për shembull, ai thjesht ta them ashtu kushtimisht, kur ai ishte i shtrim duke marrë infuzion në spitalin e Pejës, dhe unë po dola diçka edhe kur po kthehena një shok i tij ish afër. Dhe peshon një kafe të ftoftë, kafe mirë, se ai e dinte që unë e pi. Edhe unë e po tham, qysh pi thom baq, ku e morë, tha, ka kush më tha. Ai ishte në halt vetin, duke marrë infuzion, por ai o kujtu që më thonë shoku shko bleja një kafe se pati si pëlqen kjo. Ai me kësi gjana mu, përjetësisht më ka lidhë, apo kupton, sa që une e kam rezervu varin për Antina, sepse në momentin kur të shkojnë personat më dashur, nuk është tabu më vdekja. Vdekja është kalim prej një kësaj bote në një botë përjetësisë, ku e di që do të ritakohemi me dashurit tanë, dhe unë nuk e menduva, edhe pse unë asnjëherë shumë nuk fatmirësisht shumë vonë vdiq nana dhe na nuk kemi pas humbje gjenerata tjera. Po, baba e morit pa prind, por unë mund ka kursy Zotin në një mënyrë deri në një moshë caktuar që unë mos t'i kem prind, t'i kem familjen, dhe bashkëshorti tim ka pas shumë humbje në familje. Ai shumë ishte i kushtuar ndaj varrezave, mu për kujdes, dhe fëmijët e mi shumë të vegjël kanë shkuar në varreza. E kanë ditë kur gjysh, halla, agji, vetë që ka qenë 7 vjeçar, kër ka vdek, por ata e dinin ku është varri i tij. Ndërsa unë, kur më diq nana, fillova me u lidh edhe unë pak a shumë për kujdesin ndaj varrezave, dhe sot do më thonë, bashkëshortin tim e kujtojmë me shumë gëzim, sepse ai ka qenë një njeri me humor, ka qenë një njeri që i ke disponuar, unë jam pak më serioze, por ai më ndronte disponimin. Unë jetën pak e kom shiqur gjithmonë pak shumë më serioz se që duhet, se vetë karakteri im, natyra ime ishte e tillë. Mirë po ai ka qenë, si me thonë, një prind, rend par tepër i mirë. Dhe unë ju kam thënë edhe këto ta përmbylli që ju asnjëherë nuk ju konsideroj që s'keni bal, sepse aq shumë ju keni pas bal, sa do që ju jetoni, shpresoj shumë gjatë, ju keni çka me kujtu nga ajo çfarë babai ju ka bërë gjatë jetës për ju. Dashuria për profesionin e mbi të gjitha për qytetin nuk ju ndali asnjëherë. Atë kontribut të madh në pajisjen e spitalit përgjithshëm, me pajisje cilat i mungonin dhe po them ishin ndoshta të pamundura të siguroheshin. Si arritet doktoresh qytetit Pejës, spitalit përgjithshëm Pejës, t'i ofroni këto pajisje që sot shumica e qytetarëve i shfrytëzojnë dhe ndoshta kursehen prej shpenzimeve shumë të mëdha dhe kostove që i kanë. Po, kështu, shumë iniciativa ndoshta kanë filluar ndër vite më herë dhe dikur realizojnë.
Mera e rëndësishme që kur ulesh në një karik, a është ajo profesionin që ju e ushtrani, unë, apo dikush tjetër është që ta arsyetojmë qoftë cilin do profesion që ne vendosim ta ushtrojmë. Dhe unë e di që unë kur e kam si mjeke, apo si deputete, jam mundu që ta arsyetoj besimin e dhënë. Unë marrë shumë dashuri për qytetarëve. Më besoni, atë shumë marrë dashuri çdo ditë, që e shoh qytetarë të rëndom. Jo, do me thonë më ngëzon kur hinë në një dyqan, kur hinë në një kur rrugës, kur eci me fëmijët e mi dhe unë ndalë na shpesh me qytetarë, e shoh që ka fillu dhe njihet puna me kontributim. Fakti që për shembull rezonanca magnetike është siguruar në Spitalin e Pesë ka qenë fillimisht iniciativa ime. Por patjetër që u realizu falë të tjerëve, pastaj ministrit, qeverisë, deputetëve, shumë iniciativa Ajo ke po presion, dukeresht. Presioni ka ekzistu, po edhe vullneti për mu përkra. Do me thonë shpesher kom pas përkraj edhe nga deputetët dhe subjekteve tjera. Kur ka qenë për onkologji, unë isha asëkohe në Komision për Shëndetësi dhe vizitum klinike në onkologjisë që kishte shumë nevoja. Dhe unë e thash, po ju lutem, a keni një projekt caktum i cili mundet mu realizu, ne do ta vazhdojmë, po ju dhe e sollën një projekt, për 2 aparatura, për radioterapi dhe për investime në infrastrukturë. Sot ato janë realizu. Pra, thjesht, qytetarët nuk kanë mundësi me ditë pse cilë iniciativë që ne e fillojmë, dhe mandej për krajet subjektit, për krajet deputetëve, për krajet qeverisë, ato realizohen. Andaj, një gjë mund të them me bindje të plot, që asnjëherë nuk kam qëndru këtë aty. Thjesht, shumë gjana, shumë diskutime për publikun mund të jetë panjora. Kur jenë është mazhorancë, ato diskutime bëhen në struktura. Une, si me thoni, i shtyj gjanat në kryesi, se jo mentarë e kryesisë lëvizit, i shtyj gjanat në kuven, në grupin parlamentar, dhe në fund ajo është diçka që i përkrahet, qoftë përkrahet apo nuk përkrahet dhe del si një produkt, si një propozimi përbashkë dhe nuk është ajo qëllimi që të themi fatmirja, apo dikush tjetër e arriti. Me rëndësio që grupi parlamentar me të përkra, me rëndësio që qeveria me të përkra kryeministri, po shpesher dhe deputet tjerë, të cilët në një komisione shpesher bashkëpunojmë dhe kemi pajtueshmëri për çështje që janë të rëndësishme për qytetarë. Më shumë funksionojmë më mirë në komisione se ajo që shihet në parlament dhe qytetarët krijojnë edhe bindje që ne jemi armiq, gjë që unë asnjëherë asnjë përfaqësues subjekteve tjera nuk e shoh si armik, e shoh si kundërshtar politik për momentin, mund kemi ide të ndryshme qysh me realizu qëllimet e mira dhe unë synoj që raportet ndërnjerëzore të ruhen. Pavarësisht që ne nesër i përfundojmë mandatet, ne duhet dalim qytet, ta takojmë një kolegë dhe s'paku një mirëditat i dhe njëri tjetrit. Por ajo duhet pak vullnet që ne kursehemi nga mos ta themi fjalën e fundit të parën. Okej, pikërisht kjo çështje që thatë ki raporte të mira pothuajse me shumicën e kolegëve deputet, pavarësisht bindjeve të ndryshme politike, a ka qenë edhe kjo arsyeja që ju kandiduan për presidente për shkak se jeni pas si person unifikues, edhe pse normalisht që vini nga një subjekt politik, prapse për atë raportet e mira që kemi kolegët edhe një farë forme, mos kundërshtimi, mos trumbetimi, gjanave në formën më kritike apo më të ashpër, t'ju bën person që ndoshta edhe po mund votoheni. Shqo, se cila kohë e kërkon njës të vetë. Tash unë nuk po them që u krejt mirë me vepru gjithësion. Mirë po unë nuk po muj me dalë për natyres time, për karakterit tim, dhe unë jam, si me thonë, nuk muj me prish zemrën për hatër tjerve. Dhe kjo është ajo që unë e kom fillu dhe shpresoj ta qoj deri në fund misionin të mjetësor si një person paqësor në rend parë. Në ajo që ndodhi, kur më ftoi Arbërie Nagakt si shefja e grupit parlamentar dhe tha Fatmire ne son të pojim votim, fakt jo votim, ne përfillojmë procedurën sepse ishte e nevojshme që të fillon procedura. Sepse nëse ne nuk do ta fillonim si procedurë, qësh nesër do të shpërbëj kuvendi. Dhe e kishim kandidatin, gjë që nuk ka qenë synimi që ne patjetër të shkojmë deri në fund me 2 kandidatura tona, po thjesht japim kohë Kosovës, që në ndërkohë të arrihet një pajtueshmëri me subjekte tjera për figura të
përbashkëta konsensuale dhe ne ju kemi ofertu, ne ju kemi dhënë mundësi pa fund, e janë me emra, e janë me propozime. Mirë po ajo nuk ndodhi. Dhe ne ishim të detyruar të dalim me 2 emra. Ne tashmë e kishim nën kryetarin e lëvizjes, Blau Kuljuca, i cili ushtron normal edhe pozita tjera, po ja përmendi pozitën e nën kryetarit, sepse dhe unë për 2 mandate kam qenë nën kryetari i lëvizjes. Dhe mu tha që është vendosur që unë të propozohem. Që shëprite? Po thjesht unë kom pas kohë pak për me mendu, mirë po unë e dini që kom ditë që atë natë asnjëri nga ne nuk do t'jim në procedurë votimi. Po prapë kom konsideru si ndir të madh, fakti që është vendosur që emri im të propozohet, është lexuar CV-ja ime, besoj që atë natë dhe e kom bo babën tim krenare, i cili është befasu, fëmijët e mi kanë qenë shokum, vajza ka qenë në një lokal dhe djali e thret, shiqopri se diçka në kuvent ka ndodhur dhe kështu, ai ka mendu që s'bën me fol në telefon, dhe thjesht vajza ime aq është friksu që mos më ka ndodhur mu diçka, sa që as nuk e ka përfil faktin që mu më kanë propozu, po ajo thjesht veç ka dash me ditë mos më ka ndodhur mu diçka, se djali nuk e ka informu që ajo ka qenë komplet një ambient tjetër dhe thjesht o friksu, jo që o gëzu në atë moment. Kjo ka qenë një situatë, si që thash, që ne vetëm kemi dasht me jep kohë Kosovës, por me doj që me gjitha subjekti im, në atë moment më ka vlerësu që ta shoqëroj kandidatin tjetër të cilin ka respekt jashtëzakonshëm të une, dhe atë natë ishte një bom, ta quaj një 5 minuta famë, thojza, mirë po unë nuk jetoj për famë ma 5 minutë, sepse unë kom ndërtu një karrierë me ndisë, e cila ka fillu vitin 2004, me shumë mund dhe sakrificë, me shumë mungesa në shtëpi prej dashurve të mi, në shumë ditëlindje e gëzime unë ka mungu, pikrisht për të dalë ndihmë dikuj tjetër. Andaj, unë i falenderoj dhe në parë kryeministri e Republikës Kosovës, kryetarin e partisë tonë, Albinin, i cili besoj ka qenë propozimi i tij edhe i subjektit që spaku atë natë të nderohem edhe me propozimin, të cilin unë e di që thjesht ka qenë një natë kur ne duhet jepim kohë Kosovës. Këto 5 minuta që thatë ndodhen dështë një herë në jetë. A ke menduar atë pjesë negative që njerëzit do të komentojnë sepse di si është situata, e din që nuk do të hinë proces votimit, pse pikërisht doktoresha Fatmire, atë kam penguar, a mendon thjesht këtë pjesën e komenteve, kritikave, gjanave që zakonisht dojnë rrjetet sociale? Unë preken vetëm nga njerëz që unë e du dhe i vlerësoj. Nuk muj unë tash mu prek kush se telefonin e ka çdo kush së më. Unë nuk muj me njerëz toksik me ju ndihmu. Nëse kanë trauma, le turnojnë. Jo me trajnume, e kom certifikatën që e kom 1 vjet trajnim për trauma që i kanë, vuajnë nga pasojat e fakt traume dhe kanë nevojë të zbrazin atë energji negative në drejtim të dikuj që kur njëtë s'u ka bo asgjë. Qa edhe ata komentus, si kur me njoftë mu, unë jam e bindur që ata kur nuk do të bënin komente negative. Sepse në jetën time, asë njëherë nuk i kam bë dikuj keq, për ma tepër me qëllim kur. Pra unë i ftoj ata që nuk më njofin, që të vinë edhe të ma zgjasin dorën, sepse unë ja zgjas dorën çdo kujt, dhe të më njohin e pastaj të komentojnë. Unë Fatmire Kullçaku në lëvizje me vendosje ka një respekt jashtëzakonshëm. Propozimin nuk ka ardhur për arsye tjetër. Pikërisht nga një respekt që e gëzoj në struktura, por edhe çdo ku kom qenë jetë. Kudo unë që kom qenë edhe një kohë të shkurt, qoftë subjekt tjetër, qoftë një institucion, kudo që kom qenë shkurt apo gjatë, sot e kësaj dite unë ruaj miqësitë edhe raportet e mira. Unë nuk pështyj në pjatën që kom ëmbël. Kur? Përtëresh, po him zgjedhje, po prap nuk është të sigurt se do të krijohet qeveria për shkak të zgjedhjes presidentit. Si është sheket përfundimin e kësaj? Shiqa, ne përpara kemi pas fitus, po jo fitus kaq bens. Kanë qenë me disa përqindje caktume dhe patjetër që dashtë me kriju koalicione. Tash ka ndodhur Kosovë kohëve të fundit diçka që ka qenë ndoshta jo e papritur për ne, po
diçka që një fitues ka gjbendshëm me pas shumicën kuvend. Dhe tash kjo po përsëritet. Vërtet është vështirë me dorëzu fitoje në betejë dhe dorëzon tavolinë fitore. Shqo, kjo edhe qytetari nuk pajtohet, me kërkesa të cilat nuk janë të arsyeshme. Mirë po, pa tjetër që ne duhet gjejmë mundësi dhe rrugë se si të dalim nga një rreth vicioz, ku qytetari e përkra një subjekt kaq shumë dhe nesër duhet të arrim ajtueshmëri me subjekte të cilat kanë kërkesa enorme, ndërsa nuk janë konform mbështetjes të elektoratit. Sa i përket presidentit, unë mendoj që zgjidhja përfundimtare do të ishte që ne ta bëjmë një zgjidhje që presidenti të vjen një figurë konsensuale jashtë politikës, që ka gëzon respekt, sepse besoni që gjithmonë do të jetë vështirë që të arrihet pajtueshmëria me subjekteve të një pozitë që thjesht është pozitë unifikuese. Ajo është një pozitë, a nuk kena në Kosovë kësi figura që gëzojnë respekt, por nuk kanë dashur më kyç politikë. Thjesht kanë dashur me mbet gjithë popullor. Dhe shumë njerëz që ne krenohemi që Kosova ka intelektual, njerëz me merita, njerëz që kanë merita në kohra të ndryshme, të luftës dhe të paqes, thjesht pse na nuk gjejmë një figurë dhe të jetë e pranueshme për gjithë. Andaj zgjidhja, besoj, ne kemi probleme me ndryshim të kushtetutës, ju e dini që me shumicën e dyfisht, me kurzime që ende i kemi është shumë vështirë me ndryshu, por patjetër që kushtetuta duhet ndryshohet dhe faktikisht ne duhet mendojmë edhe ne jemi një demokraci parlamentare, sepse edhe zgjedhja e presidentit drejt për drejt nga populli kërkon ndoshta edhe ndryshim sistemit. Kemi sisteme gjysmë presidenciale, por ne jemi një demokraci si që thash parlamentare, andaj këto janë mendime që në të ardhmen duhet menduar, mirë po zgjidhja më e mirë do të ishte sikur të kemi pajtueshmëri që kjo pozitë të jetë pozitë mbi partia. A do të ketë zgjedhje? Po mendoj zgjidhje të problemit që kemi pas 7 qershorit apo mundemi pas zgjedhje prapë në shkurt? Subjektet duhet ta dëgjojnë kësaj radhe shumë mirë zërin e qytetarit, cili do që t'jetë ai verdikti. Dhe ta kuptojnë që nuk e ka Kosova luksin as mundësin që të shpenzoj në vazhdimsi nga 10 milion euro e ma shumë, që t'i plotësoj egot e dikujna, dëshirat e dikujna, synimet e parësytuara. Pra, ku na ndryshojnë, unë mendoj që subjektet politike secili duhet me reflektu dhe me ndryshu brenda vetvetes, të bëj reformim, ta sheko gabimi, pse qytetarë kështu po vendosin, ku o defekti. Unë nuk po e paragjykoj rezultatin, por një disponim që pëshot të qytetarë nuk pëshot që ka ndryshim, për kundrazi vetëm që ka në rritje disponimi për listën fituese, që jonë partner për jetë parti për me një intervizve të vendosje, alternativa, UCA dhe PSHDK, është një disponim rritje në veçanti për një person që tashmë është i pa kontestueshëm, që quhet Albin Kurti, me një shumë dashamirësi të qytetarë, që është deri në përmasa që thjesht besoj edhe tjetë për kuptojnë që është momenti i tij, është momenti historik i tina, andaj nuk po them, nuk du me hi as përqindja as kurqo, por unë prap mendoj që duhet ulemi bashkë, ne nuk jemi armiq, ne jemi thjesht kundërshtar politik, jemi subjekte ndryshme, por unë besoj një stan programe, ja dojmë të mirën gjithë Republikës Kosovës, dhe duhet të gjejmë mundësi se si dalim nga rrjethi vicioz, si të gjejmë modalitete që të bashkëpunojmë. Nuk është edhe fundi botës me qenë në opozit, ne kemi qenë shumë gjatë në opozit dhe kemi vepru nga opozita. Tash është koha e dikuj tjetër, historia ka tregu që jonë ciklet kur ka ndryshime, vullneti qytetar dhe se cili e pret kohën e vetë. Ne me shumë durime kemi prit. Nga opozita, po mendoj kemi vepru me raste kur është të kërku, por e kemi prit momentin kur edhe vullneti qytetar ka qenë vazhdimisht në rritje. Pas konfirmimit rezultateve të zgjedhjeve 7 qershorit, me siguri çështja e parë që të vjen truez është çështja e presidentit. A kemi diskutu në kryesi një emër? Tash për tash ne jemi... Ta kemi ekskluzive? Jo, tash për tash, si që tash ne mendojmë që kjo pozit duhet jetë bipartijake.
tjetë një figure pranueshme. A keni atë figurë? Tani jemi në fazën tjetër, ju e dini na jemi tani kemi një, do me thonë, me qenë se jo në zgjedhje për parlament, për kuvendin e Republikës Kosovës dhe kandidaturat janë për kryeministër, ne nuk flasim këtë fazë për president. Dhe jemi fokusuar 100% që dalim sa ma mirë, sepse asnjë fitore nuk është e garantuar, asnjë rezultat. Rezultati është i garantuar vetëm nëse ti investon shumë mund dhe je i përkushtuar si dhe qytetarë të cilët e shprehin lirshëm vullnetin e tyre. Atëherë kemi një rezultat që ne e presim, por që një disponim nuk mund të mohoj që ekziston i madh të qytetarë, një dashamirësi e madhe për listën fituese. Okej, në fund zonja Vllçaku, ne kemi një pjesë me disa pyetje që kërkojnë përgjigje të shkurtra, pyetje që ndoshta shpesh herë mundën më duk pak shesharake, mundën me qenë pak intriguese, por që publikut i pëlqejnë njerëz zakonisht shumë. Nëse gjatë seancës në kuvend, dikujt i bie të fikët nga tensioni apo nga diabeti, a i shkojnë në ndihmë si mjeke apo thoni me vete, ma mirë për i këtu se kjo luftë është luftë politike? Nuk bëhet fjallë, ai betimi, Hipokratit, i haroj krejt pozita tjera automatikisht ndrona në atë mjeken, e përkushtume, po shpresoj që të kem mundësi mi ndimu, se duar thot shpesh e vështirë mi ndimu dikujna. Për të nëse është do një, nëse i ka uju niveli glikemisë, kështu mund të ndimoj, por thjesht pa asnjë tensiometër që se kom afër, as dëgjuese pak o vështirë, po pa tjetër që ty vrapu me ndimu. Grup parlamentar në Viber apo në WhatsApp keni? Deputetëve? E kemi në WhatsApp. Okej, në grupin e WhatsAppit, kush shkruan më shpeshti edhe kush është ai që i shikon mesazhet edhe i lën sim? Aty adin shumë nuk shkruajmë, nuk komunikojmë, marrim, si me thonë, komunikojmë të ma shumë në aspektin informativ, do me thonë nuk është që i mandej ma shumë komunikojmë me zveti kështu direkt, sepse ato është për që t'jemi t'informu me kohë reale, do me thonë sidomos në fushat, thjesht marrim informata ku që është kur ndodh një ngjarje, si duhet në mënyrë ku të takohemi, është një formë e komunikimit më shumë teknike, jo shumë politike. Ajo është tjetër çka është në kuvend, pastaj kur kemi vendimarrje, është thjesht rikujtim se ne vendimet i marrim grup parlamentar, i diskutojmë, vendos shumica, mandej është çështje e rikujtimit, ndonjëherë ndodh që në WhatsApp mund të rikujtojmë ndonjë vendimarrje për dikën që kanë mungu, se ta dini që ka raste që edhe deputet mungojnë në mbledhjet e grupit parlamentar. Okej, nëse do të mund të ndryshoni vetëm një gjë të Albin Kurti, çfarë do t'i thënë ndryshoje? Mundet me qenë për shembull modeli flokëve, serioziteti tepërt, ndoshta kokfortësia nga pak. Çfarë do të ishte ajo që ti si bashkëpunëtore gjatë e ti nuk do të kishe nguru, mi thonë? Jo, unë nuk kom nguru asnjëherë. Ne kemi ne kemi thënë që po pëlqejt qytetar që kjo që është ma serioz, ma dhe ai është duke na të linë, duke na si me thonë, jemi të kënaqur me ato. Ne shpesh ere, do me thonë, flasim me njëri tjetrin çka është ma mirë, sepse ne me qytetar jena më afër, ndërsa kryeministrit normal që ata nuk ja shprehin, ata veç dashuri po i falin, sidomos kohëve të fundit. Çfarë është Albin Kurti kur jeni në shoqëri, kryesi, apo pas një mbledhje taku? Caktuar që keni si person, si tip? Është shumë i afërt, është një dëgjues i mirë. Do me thonë, aq shumë ban mend, aq shumë ai e din edhe antarët e familjes. Është një person që mundohet që t'jetë shumë i informuar për personat që i ka afër dhe e shpreh. Do me thonë, e komplet edhe kur ka mu taku me një tjerë, donë me qenë shumë i informuar. Jo vetëm thjesht për personin, po punon në ato që t'jetë shumë mirë informuar, po është shumë modest. Ndonjëherë mu ka duk ma tepër se që dohet. Cila është gënjeshtra më e shpeshtë? Po them gënjeshtër e bardhë, që ju thoni njerëzve, votuesve kur të ndalin rrugëve, ndoshta në farë formë mundohesh mund t'i rrot për situatës edhe me përfundu punë sa më shpejt. Unë kam qëtë problem që s'di me po gënjeshtra, shpeshëre, ndoshta duke mos jep asnjë premtim, ndoshta nuk i premtoj po ja kry një punë, që si me thonë,
Nëse është çështje që mujt diçka me ndihmu, ne nuk mujt me njerë. Unë e them, nuk e di, shiqoj, po ndoshta ka ndodhur që i kom ndihmu, po kjo është për mu vështirë, sepse unë në një mënyrë ndoshta njerëz i duhen njerëz të pushtetshëm, po nuk e aktroj njerin e pushtetshëm. Ndoshta mujt me ndihmu, ma vonë më jepet rasti edhe asnjëherë nuk e humbi rastin me ndihmu dikuj diçka që e mu ka drejtu me një nevojë, me një kërkesë, por asnjëherë nuk bëj gënjeshtra të bardha për me rrujt një pozitë më të mirë. Dhe këto e shoh pak si duket është gabim, se njerëz ndonjëherë ndërtojnë karriera edhe me premtime të rreshme. Një jetë pak a shumë mundona edhe rrallë ndodh, edhe muj me thonë dashta te fëmijët, ka pas rasti kur diçka për mos me qajt kur ka me shku diku, por jo një jetë nuk e praktikoj. Doktoresh numri 18, apo? Po. Ka dhe një simbolik ky numër, apo thjesht është numër që ta ka caktuar partia? Kjo është vetëm një simboliku që për tretën herë po përsëritet. Ju po e dini si tash brenda një viti e pak, një viti e gjysmë kemi 3 fazë zgjedhje. Dhe ka rastis që këto zgjedhje faktikisht janë veç vazhdimsi e atyre të kaluara. Dhe ashtu në mënyrë shumica i kena numrat e njëjtë. Është për mu, unë i kom pas disa numra tjerë njëtë që kanë, nashta i kom pas preferum, po ka që numri me fat cili ka qenë? Jo, unë i kom dë numra 9, kështu, dë numra njëtë që i kam. Okay. Mirë po, jo, ky numër më ka sjellë fat, edhe unë dua vetëm ta shfrytëzoj rastin, ta falenderoj secilin dhe secilin votues, dhe votueset time. Sepse besoni që nuk është që di shumë me bo fushat apo me lobu për veten time. Përveç që subjekti që ka marrë atë shumë vota, por unë nga zemra, nga thërësia e zemrës falenderoj secilin që ka marrë mundin të shkojnë vend votim dhe në fund përveç subjektit, normal liderit, arumbullakse edhe numrin 18, jam pafundësisht falenderuese dhe sido që tjetë rezultati, unë do t'jem po ajo e njëjta falenderuese deri në fund për gjithë këtë mundësi që kom pas, që ma kanë dhonë qytetarë për t'ju kthy atyre më vonë me punën time dhe angazhimin. A ke ndonjë premtim publik që nëse zgjedhesh, që po besojnë prapë të zgjedheni deputete, do ta realizoni gjatë mandatit 4 vjeç? Thënë të drejtën, tash vonë jam e kyç në një projekt që është Transformative Care, thuhet përkujdesja, transformimi për përkujdesje. Është një projekt i cili më në fund ka njohur diçka që njihet sa ekziston njeriu, përkujdesja ndaj tjerëve. Fatkeqësisht tash ne kemi ardhur në Kosovë duke pasur familje tash shumë të vogla. Ne lidhshmëria ka rënë, grup moshat, jetëgjatësia rrit, po pak persona për më përkujdes fillimisht për fëmijë, pastaj për më përkujdes për smur, për të moshuar. Të rinë tanë po ikin, ne ashtë Kosovës 3 muaj më kujdes për disa të moshuar tjerë. Dhe në botë tash është njoftë kjo përkujdesja puna e pa paguar. Puna e një gruaje që punon të ditën dhe dikush thot ajo s'punon asgjë. Kjo punë të njihet, puna e pa paguar. Jo vetëm me rastin e ndarjes shiftit, kur i takon një gruaje që ka punu për me vite në shtëpi, për t'ja mundësuar bashkëshortit që ai të shkojnë punë i pa penguar, dhe puna e saj të njihet me rastin e ndarjes pasurisë. Edhe nëse ajo nuk ka sjell, ose e ka gjetë shtëpinë aty, dhe në anën tjetër puna të kjo përkujdesja të pjesë e ekonomisë, të njihet dhe të puna e. Pra unë përveç asaj pjesë shëndetësisë që kur nuk do të ndalem që ligjit të zbatohet për sigurim shëndetësore, të lista e banave sociale sa më e gjerë dhe shumë e qasshme, të investohet sa më shumë shëndetësi. Unë e them shëndeti në të gjitha politikat, kjo është prioriteti im, që edhe të ushqimi, të hajmë ushqim të shëndetshëm, pa hormone, pesticide, andaj bujkun të trajnojmë, ata që mire bujqësi, vlektori, çka ham është edhe shëndeti, i baret shëndeti janë. Në anën tjetër është parandalimi, unë jam shumë interesuar në programe parandaluese, e kemi hartu në lëvizje programin e parandalimit, si dhe lidhja e shëndetit me sport, shkollave. Pra, fëmijët tonë kanë nevojë për aktivitete sportive, pra, si epidemiologe, si dikush që vjen nga parandalimi, jam e fokusuar në si me thonë, këto shërbimet që i kanë bëjnë me parandalim. Vetëm një gjë me ta kujtu. Mundet një fëmijë i vogël, me qenë se mban sy dhe ma kujtohet. Ai fëmija i vogël nuk din që ka problem me shikim. Ai fillon vjen në shkollë, 6 vjeçar. Qëllon që është pak më i gjatë e ulin në bankën e fundit.
Asnjë fëmija nuk din me mësoshe, se nuk din me krahasu me dikon. Dhe ai fëmijë fillon e ketë rezultate dobëtamsin. Jo që nuk është inteligjent, ndoshta me inteligjencë mbi mesatare, por për shkak se ai edhe ashtu nuk sheh mirë, ashtu në bankën e fundit dhe nuk është identifiku problemi me shikim. Andaj vizita sistematike për fëmijët para shkollor, veçanti pra shëndeti nënës dhe fëmijës deri në 6 vjeç, që të identifikojnë problemet me skolioza, me probleme kur bartë mandej qante në rondë, a i vetë çka ka me psu deformim më të madh. Andaj të identifikojmë problemet ma heret që ma vonë mos kenë pasoja. Pra, unë jam e fokusume edhe fjala e fundit është shëndeti me të gjitha politika. Do drejtona me një kërkesë, jo si prezantues e emisionit, por si një qytetar i thjeshtë. Ne e dim që shumica prej nesh, se cila familje, po them, ka të prekur nga kanceri, sepse është smundje e shekullit ta quaj. Tu kisha lutë që, sipas mundësive tuaja, të angazhoni gjatë këtij 4 vjeçari ta funksionalizoni onkologjinë, spitarin përgjithshëm PS, dhe këta Kjo është zatim që nuk e ceka, pacient mos ka nevojë të marrin kimioterapin Prishtinë, mos maltretohen. Rajan, të zotohem edhe të më beso që jam personi që ministri Arben Vitia po e cek çdo kur, personi i parë që ka ngritë çështjen e decentralizimit të shërbimeve të onkologjisë. Dhe kam insistu, kryeministri e dha si zotim në pej. Dijeni një gjë, ne edhe kemi nda specializime për onkologji, ka disa që edhe refuzojnë me ardhë në pej. Por ne kemi nuk do të ketë mundësi çdo kush vetëm Prishtinë të punoj. Këtu ka nevojë për një onkolog për me mujt kemoterapia mu apliku në pej. Për terapi tabletare nuk është problem, dhe ajo është e pakuptueshme se si nuk ka ndodhur më herët që tabletat mos u shpërndahen vetëm në klinikë të onkologjisë, po edhe në spitalet regionale, qoftë edhe në QKMV. Pra, nuk ka arsye as më të vogël. Çështja është që pa onkolog nuk ka mundësi që të kemi në spitale regionale onkolog, kemoterapia, radioterapia është diçka tjetër, normal mandej në Prishtinë, sepse kërkojnë kushte tjera për edhe radioaparatura në Prishtinë, por për një aplikim kemoterapistë të mvuaj pacienti edhe ashtu në gjendje të rënduar shëndetësore, është e pakuptim. Ky është një zotim që do të përmbushet. Unë po e them, fillimisht duhet onkolog. Një fillim kemi mendu që s'paku një herë në javë të vinë edhe nga Prishtina. Mirë po, me afat gjatë duhet ketë onkolog. Kjo është një zotim që si dikush që edhe e ka qenë e prekur, si dikush që nuk është veç mjeke edhe politikane, po i ka kalu edhe gjitha sfidat për cilat tash aktualisht jemi duke folë, besom që jo vetëm që i kuptoj, por i kom lobu shumë ma herët se ta dija që një ditë ndoshta edhe unë do të kem nevojë. Pra që nga 2004-ta, unë në një mënyrë jetike kur nuk ka ekzistu instituti onkologjisë, unë jam angazhu që qytetarët tanë fillimisht i kenë shërbimet në Kosovë, sepse o dashtë i kenë edhe në jashtë Kosovës për këto shërbime. Doktoresh, për mua ishte kënaqësi e madhe që kem sot në emision. Ju uroj nga zemra suksesin fushat, suksesin jetë, të përgëzoj për punën që keni bërë, për një familje të shkëlqyeshme që keni dhe për gjithë shka që mundoheni sjellni për këtë popull, veçanërisht në shqiptarët e PS. Rajan, unë falenderoj ty për mënyrën që po e udhëheq emisionin, për pyetjet që po na i bën, se unë e kom përcjell, edhe sidomos ato me prindin tim e babën, që e ruaj shumë me një xhelozi, atë kujtim bukur, dhe si me thonë të dëshiroj edhe ty shumë sukses, se kjo profesioni jëtë njitemi na shumë herët, fillimisht duke gjenë tash këtu, dhe dëshiroj shumë sukses me tutje në ushtrimin e edhe këtij profesioni. Faleminderit. Ishte doktoresha Fatmire Bulhajgja Kolçaku në zgjedhjet e 7 qershorit, garan me numrin 18, ftoj votuesit e vetëvendosjes dhe jo vetëm që ta votojnë këtë numër. Kjo ishte kandidatja e sotme. Falem shumë sepse dëshiroj përmes argumenteve, përmes jetës, përmes gjërave cilat ka kalu kandidati, këtë qytetari dhe votuesi një arsye më tepër për ta votuar. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirupafshim.